Unë mendoj që gjithë çështja e ka përgjigjen dhe është tek kush ishte Nikola Tesla. Ne jetojmë në civilizimin e elektricitetit. Në 7 janar të 1943-shit, një bur i tretur nga varfëria dhe nga skamja, ndërkohë që Thomas Edison mori gjithë patentat e tij shpiget elektricitetit, i shkruan nënës së tij dhe i thotë: "Nën, do doja të isha pranë teje tani dhe të jepja një gotë ujë. Ky ishte Nikola Tesla, nëse më ndihmon regjia, faleminderit. I shëla boksi, ç'të të them, je gjigante." Shikoni pak Nikola Teslën edhe më thoni, ky kostum popullor ju duket serb? Se mua më duket shqiptar. Nëse ne zgjidhim këtë çështje, ne do kuptojmë se kush ishin shqiptarët, kush ja dha elektricitetin, si na e vodhën me Thomas Edisonin, ndërkohë që egjiptianët 2750 vjet para Krishtit apo para erës sonë zbuluan nga një goditje e një peshkaqeni ndaj një detari, zbuluan elektricitetin. 1792-shin ishte Galvani dhe Alessandro Volta që dalluan kush ishte elektriciteti dhe vim në 1943-shin ky burr i bukur dikur, por i tretur nga maskarallëku i një Thomas Edison që i vodhi gjithë patentën e elektricitetit dhe bëri General Electric më vonë, ne Ballkanas. Të na shfrytëzojnë, të na masakrojnë dhe të vazhdojmë në kërkim të identitetit tonë. Dhe pastaj ju e kuptoni, a jemi ne në rrezik nga Kosova dhe Shqipëria ndaj sulmit rus, Jugoslav apo çfarë do tjetër. Gjeni nga i kishte identitetin Nikola Tesla. Edhe unë jam dakord, ata që na dëgjojnë dhe ata që është ky një lloj kuicsi final, pa përmbyllës, ai kostum me Nikola Teslës ishte serb apo ishte shqiptar? Me një shikim të parë, Goxha, se ti e njeh kostume popullore? Si u duk? Që ishte shqiptar, po të shohësh veshjet për shembull. Me kostume popullore veshjet e preng calit edhe të këtyre tjerë që dasaj kohë pothuajse janë të njëjta, nuk është ndryshim. Edhe jemi një plan të parë të asaj fotografie që zonës së Dugagjinit, lindur në Kroaci. Pa domethënë do të jetë në një katolik shqiptar, i cili pastaj është slavizuar pak. Se bazë si serb ky, apo është një emision tjetër? Ky është një emision tjetër.